Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falendrojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu azza wa jall ka fol shumë për xhenetin në Kur'an. Ka treguar shumë detaje rreth kënaqësive të cilat gjenden në xhenet. Ka treguar për shumë prej çështjeve të cilat gjenden në xhenet. Ka treguar se ka në xhenet lume të ndryshëm, kopshte të ndryshme, hyria, pallate prej arit, e prej argjendit, e prej margaritarëve të ndryshëm. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se në xhenet ka ata që asnjëherë se ka pas hyri dhe nuk e ka dëgjuar veshi dhe nuk mundet me imaginu mendja njeriu se çfarë kënaqësie ka në xhenet. Për këtë arsye njeriu i cili i lexon këto citate, sidomos ajetet kuranore të ndryshme, në sure të ndryshme, në këto tekste të ndryshme, të cilat kanë folur për xhenetin, atëherë përmallohet për xhenetin, përmallohet për me hinë xhenet, dhe pastaj i bën kjo që me u ndikuaj, me u motivu që me punu për me arrit deri te hyrja në xhenet. Mirë po, a ka mundësi një lloj i xhenetit me kon edhe në këtë botë? A ka mundësi na me përjatu kënaqësi? Jo sikur se xhenetit, mirë po, një farë lloj kënaqësie, të cilat kënaqësia e cila, domethënë, nuk e përjatojnë ato çfarë do lloj njerëzish. Po ka mundësi. Bile edhe dietarët kanë përmend, disa prej dietarëve kanë thënë se ai i cili nuk hyn në xhenetin e kësaj bote, nuk ka me hyrë në xhenetin e asaj bote. Se do të thotë se edhe këtë botë ka një farë xheneti, ka një farë kënaqësie, ka një lloj lumturie, rahatie. Dhe njeriu i cili e përjeton një gjë të tillë në raste të ndryshme, në momente të ndryshme, shpreson ose ka qef mos më u largu kjo kënaqësi e rahati cilën e ka përjetu. Për këtë arsye edhe disa prej dietarëve të tjerë thonë se na çfarë kënaqësi të madhe përjetojmë në këtë botë, në disa prej momenteve që na vijnë, saqë nëse do të kishin dëgjuar për kënaqësi, për këtë kënaqësi, disa prej atyre pushtetarëve, njerëzve me ndikim, njerëzve me pozitë, atëre kishin tentuar më na marr këtë kënaqësi nëpërmjet shpatave. Kishin më na luftu për na marr këtë kënaqësi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po duhet ndërlidh këta me temën që do të flas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka treguar për një lloj kënaqësie që përjeton besimtari, cilën ka krahasu me kopshtet e xhenetit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha marartum bi riyadil jannati farta'u." Dhe do të vijë inshallah me lejen Allah azza wa jall një hadith tjetër që do ta lidhë me temën mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e përmenda unë në arabisht, thotë kur të kaloni pranë kopshteve të xhenetit, atëherë përfitoni për tyne. Ka thonë cilat janë kopshtet e xhenetit, ka thonë mezhliset e dhikrit. Domethënë mezhliset e dhikrit janë ato të cilat njeriu mundet me përjetu prej jo ashtu siç domethënë janë ato kënaqësitë e xhenetit, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë përshkrim mahnitës i ka përgjasu këto mezhlise që nejna të bu këto, ose ku zhvillohen ato mezhlise, parasysh se janë ambahen në xhami. Natyrisht ato të cilat mbahen në xhami e kanë një tretman edhe një vlerë më të madhe. Mirë po edhe mezhliset e tjera, kuvendet e tjera, derset e tjera, tubimet e tjera, edhe ato të cilat janë që në të cilat përmendet Allahu azza wa jall, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgjasu me kopshtet e xhenetit. Kur kanë pyet cilat janë kopshtet e xhenetit, ka thënë mezhliset e dhikrit. Pse me kon mezhliset e dhikrit kopshtet e xhenetit? Për shkak të rahatisë, për shkak të qetësisë, për shkak të kënaqësisë dhe lumturisë së madhe që njeriu e gjen veten e tij kur prezanton, kur merr pjesë në këto mezhlise të dijes, të cilat e afrojnë njeriu me Allahun azza wa jall, në të cilat njeriu e mëson se kush është Allahu azza wa jall, mëson fenë e tij. Prandaj po përmendi këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shumë gjëra që kanë të bëjnë me vlerën e këtyre mezhliseve të dhikrit, për arsye se shumë njerëz sot janë zahida. Sa do të thonë zahida? Zahida në aspektin dikush mund të përkthy asket, njeri i cili kalon të mirat e dunjas.
asket, domethënë i cili nuk intereson çështja e shumë prej atyre të çështjeve të dunjos. Ja, një aspekt mundë me përkthim. Mirë, po ne po duam të përmend atë aspektin gjuhësor të zuhdit. Se fjala zuhd domethënë në këtë rast që po duam të përmendone, është se shumë njerëz janë zahida po në aspektin negativ. Janë bo zahida, domethënë i kanë braktis mezhliset e dhikrit. Nuk po prezantojnë në për mezhliset e dhikrit, nuk po prezantojnë në për derse. Natyrisht është dinamika e jetës. Është ajo e cila domethënë i bën njerëzit me shpërqendrua dhe mos më marr pjesë. Dikush prej njerëzve thotë se unë vetëm në lan dëgjoj një dersën e njëjtë në YouTube. Po mos ne mashtron shejtani, mos ne asë dëgjon dersën ose dëgjon një pjesë tjetër në pjesë duke marr xhumë kështu me radh, ose domethënë nuk është e njëjtë, sikurse me marr pjesë në një mezhlis të dijes, sikurse me dëgju pjesë largo ose me dëgju në një periudhë kohore. Ato të cilat dëshiron njëri me ndëgju është kur s'ka mundësi me marr pjesë. Kur s'ka mundësi me marr pjesë, është i zonë me punë, është i ngarku me punë dhe pastaj për mos me lën anësh mësimin e dijes, përfitimit, atëherë mundem me dëgju prej YouTube-s, prej rrjeteve sociale të ndryshme, domethënë alhamdulillah që edhe kjo na ka mësuar Allah azza wa jall me bë, domethënë me pas këtë mirë që mundet njeriu me shfrytzu për të hajë që edhe ato derse të cilat s'ka mund të mi prezantu ose si mundsohet për arsye se organizohen në për vende të ndryshme, jo në qytetet tina ose ndoshta janë organizuar më herët, ka dëshirë me përfitu prej tyre mirë, ka mundësi me i përfitu prej dëgjimeve të derseve online ose në YouTube ose diçka tjetër. Mirë, po kjo nuk do të më kona aja kryesorja ose përqendrimi kryesor. Tham, kjo është në qoftë nuk ka mundësi ose është në zonën njëri me punë ose në disa periudha kohore, do është i ka imani pakës, mirë po nuk do në me lonë që me ikë diçka, po do me mësu fejnë, për arsye se sot mësimi i fejës, ose në përgjithësi mësimi, marrja e informatave, tash po flasim në atë aspektin e marrjes së informatave, sepse marrja pjesë në mezhliset e dijes nuk është vetëm marrja e informatës. Kjo është ajo e cila e dallon mezhlisin e dijes, halkan, ku vendet e dijes prej asaj na çka dëgjon njeriu në YouTube. Se ajo ta çka dëgjon njeriu në YouTube, mundon kanjëherë më kom pak më koncentruar. Mundat me marr disa informata shumë të rëndësishme dhe me përfitu. Mirë, po mezhlisi i dijes që bëhet kur merr pjesë njeriu në xhami ose në doni mezhlis, në doni tubim ku përmendet Allah azza wa jall, ku shpjegohet feja, ky përveç që ka informacione, ka edhe aty edukat. Domethënë mësim të edukatës. Ka edhe ajo që ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që domethënë Allah azza wa jall bën që me zbrit mëshirën e tij, domethënë me përshkruaj një qetësi e madhe, me tubu me lajket, me rrethu me lajket, me flatërat e tyre, me krahat e tyre dhe Allah azza wa jall me përmend tek ata të cilët janë tek ai, tek me lajket. Domethënë çto nuk e ka një njeri i cili dëgjon diçka, edhe pse ajo që dëgjon, domethënë mund të kon shumë e rëndësishme, mund me kon akide, mund me kon diçka, mirë po, prezantimi, marrja pjesë është diçka shtesë. Domethënë ka aty gjërat e debit, domethënë të japës jo vetëm të informacioneve, por të marrjes së edukatës. Sot nuk është veç me rëndësi njerëzit me pas informacione. Ka njerëzit në përgjithësi kanë informacione, pas bëhet nuk bëhen shkakt nga njëherë këto informacione më afru me Allah azza wa jall ose me shkaktu këta një me përfitu një farë edukate. Këtu mësimi edukatës, domethënë merret edhe në këto mezhliset e dijes, e lema ato që i përmendëm që ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e citu më herët, dhe të thotë wa ma ijtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyat alaihim illa anzala Allah alaihim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Më thonë që citum edhe më herët, mirë po mundë me përkthy edhe se shpejt, dhe më thonë se nuk ka një grup të njerëzve të cilët të bohën njënë ose mblidhen në njërën për shtëpijave të Allah të Azogjel, duke lezu librin Allah të Azogjel, duke mësu këtë libr të Allah të Azogjel. Për se Allah Azogjel e zbret qëtësin e ti, dërgon mëshirë, angjit i rrethojnë ata dhe Allah Azogjel i përmend tek me lajke. Dhe më thonë, mezhlisin që jena sot duke e zhvillu,
që jena duke e mbajt, duke mbajt këtë ders, e që kjo thirret mezhlis i dhikrit, mezhlis i përmendjes së Allahut Azza wa Jall, sepse kumtimi i fesë dhe mësimi i fesë është për përmendjes së Allahut Azza wa Jall, domethënë për paramendojmë që këtu me këtë bëhet sebeb që ky mezhlis, që kjo ndaje e dijes, që kjo kuvend i dijes që Allahu Azza wa Jall më të përmend ty te me lajket, më të përmend me emën, çta filon festika kanë prezantuar çto, edhe Allahu Azza wa Jall më të përmend. Kjo nuk është për ata të cilët nuk janë në këtë vend. Domethënë janë për ata të cilët prezantojnë, marrin pjesë. Jo për ata të cilët ndoshta mundën me dëgju. Ai tjetri ndoshta për shkak të punës e përmendëm se është i arsyetuar, mirë po nuk e ka vlerën e njëjtë. Vetëm kjo, për shembull, përmend Allahu Azza wa Jall njeriu ose këta njerëz që prezantojnë, që janë prezant në këtë mezhlis ose mezhliset e ndryshme, domethënë është një farë vlere që bën njeriu, e motivon njeriu me prezantu nëpër dersa. Lemo edhe domethënë me lajket, paramendoni, domethënë ka me lajke. Siç ka kallëzu Allahu Azza wa Jall. Ka me lajke, po na nuk i shohim ato. Po na rrethojnë me flatët e tyre. Ndryshe është përjetimi kur e ki parasysh këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë arsye edhe nxitë dhe të motivon për me marr pjesë, e ndryshe është kur je gafil ose je shkujdesur ndaj këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tu ka bo vetëm, më thon diçka e njëjtë ose tu ka bo rutinë për me marr pjesë në përdesë, sepse se dohet më të bu, s'po kam ç'a me bo, po shkoj me vllaznimin ai. Ja, kur vjen, domethënë përkujtoj vazhdimisht këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lema edhe hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po aki bëhet sebeb një mezhlis që kanë treguar dietarët e mëhershëm. Domethënë nganjëherë mezhliset e dijes nuk i kanë shumë edhe të gjata. Ka mundësi ka herë me kanë i shkurt. Po më bëhet dikush një dua ose diçka një fjalë edhe me ndiku, më ndryshu jetën dikujt. Sikurse ju kanë thot dikush prej selefëve dhe ju kanë në mezhlisin e Hasan Basriut. Dhe aty ka qenë Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhira dhe të tjerë. Edhe njëri tha boni do Allahumma irda anna, Allahumma irda anna, Allahumma irda anna. Domethënë në fund të mezhlisit thot Muhammad ibn Masih, thot dikush boni do Allahumma irda anna, o Zot i kënaqur me ne. Kur tash të kënaqur Allahu Azza wa Jall me robët e tij, atëherë i fut edhe në xhenet edhe ju mundson me kalu jetën e tyre, me kon jeta aty në plotësisht në Islam, edhe me vdek në Islam, kon jeta aty në lumtur. Allah ti bëj kënaqur me ne. Në fund tha tjetër tha, o Zot, nëse nuk je ti kënaqur me ne, atëherë fal na neve. Nëse nuk je kënaqur me ne, me këto punë që po bëjna, me këto gjëra që posedojna, mirë po fal na neve. Nëse nuk e kemi arritur atë gradën që më arritën asin tonë, mirë po fal na neve dhe pastaj kjo, domethënë kënaqësia Allahut Azza wa Jall është edhe për ata të cilët, domethënë janë të penduar tek Allahu Azza wa Jall, ju fal gjinohet edhe bëhet shkak përsëri që me arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Pra, njerëzit sot në jetën e përditshme për me mësu fen, për me majt fen, se nuk është edhe lehtë me majt fen, sidomos në kohën e sodit, domethënë sidomos kur janë vera, edhe domethënë kur janë fitnë të mëdha, po më thonë me majt fen, një për aty një sebepeve që me kon stabil ma shumë në fej është edhe me marr pjesë në për derse, me marr pjesë në për mezhlijes e dijes, qofshin ato që organizohen që mbahen në xhami ose diçka tjetër, sepse sot domethënë tek shumica e njerëzve është zbej interesimi për me lexu. Përveç nështë me thonë ashtu statuse që lexojnë njerëzit, domethënë gjëra të kota, e përcjellin në lajme të ndryshme, çka i tha filan fistiku, çka i tha tjetri, këtu i lexojnë ndoshta. Mirë, po më thon, hajde lexojnë një libër, 50 faqe. Një flatush, 50 faqe, thotë, ja, po më dhan kryt se stash më merr xhumi edhe ja nisi kryt më mdhin, me herë, domethënë ndini farllaj shqetësimi dhe vështirësie. Lema më thon, hajde lexojnë një libër 200 faqe, 300 faqe. Pra njerëzit domethënë është zbejt ata ajo motivi për me lexu. Atëherë çka, çish mundem me kuptu, me marrë informacione, çish mundem me mësu fen, domethënë përmes dëgjimit. Shumica njerëzve çto shfrytëzojnë. Tash kjo përmes dëgjimit është dy mënyra, përmes dëgjimit online, që përmendëm më herët, ose përmes prezantimit marrjes pjesë në përdesë. E çka ka edhe një çështje shtesë në kohërat e sodit, kur është vjedh vëmendje, domethënë marrja pjesë në përdesë, është se njeriu edukon veten e tina që me dëgju ma gjatë se sa që ato rillësat, që ato shorcat. Që ato shorcat edhe rillësat
Ka për njerëzve të cilët nuk mundën me dëgju ders 30 minuta, 40 minuta. Te ata është e vështirë sot me dëgju 30-40 minuta. Sepse është vjedh vëmendja. Nëpërmjet rrjeteve sociale është vjedh vëmendja atyne. Domethënë tash dëshiroj me mësu fen shumë shpejt. Çdo gjë është bua shpejt. Edhe me ecë shpejt, edhe me fast foodat, edhe çdo gjë, domethënë njerëzit po doin shpejt me kry. Sepse vet ajo domethënë ambienti edhe domethënë ajo çka zhvillohet sot në bota e ka diktuar një gjë të tillë që çdo gjë më organizu shpejt. Tash do me mësu fen shpejt. Nëpërmjet shpërmana reelsave apo nëpërmjet shortsave dhe nuk mundem me dëgju më ders 30 minuta ose 40 minuta, e lëmo një orë. Domethënë ai s'ka koncentrim. S'mundet e han diçka, që thonë të na, domethënë e han diçka se s'mundet më koncentru. Por mos më bëu si ata, atëherë marrja pjesë në këto derse, që bëhen për xhamia ose në për vende të ndryshme, është edhe një farë garancë që mos më bëu si ata të tjerë. Mos më bëj si ata tjerë të cilët, domethënë vetëm e ka 1 minutë, edhe që aty do të më mësu fen, edhe që aty do të më e kuptu fen, e kajherë që ky kuptimi i fesë që shto shpejt, mundet kajherë edhe me ndiku për skeqi, duke e keq kuptu fen. Duke e keq kuptu fen për arsye se do disa çështje që janë pak më ndërlikume. Kërkohet sharimi tyne pak më gjatë. Nuk mundesh ti për gjysmë minuti, për 1 minutë me sqaru diçka. Domethënë që është shumë e rëndësishme që ndoshta është e ndërlidhur me diçka tjetër, ose që domethënë sikurse në matematik, domethënë tash me hi dikush më ja tregu atina për shembull për diçka për trigonometri ose integralet ose diçka për 1 minutë. Mundem dikush më i kuptua ato kur ende bazat nuk i ka për sa hala se kupton ato fare ekuacionet ose çish me zgjedhë ekuacionet me 1 panjur ose 2 panjur ose pjesë timi me thyesa kështu me radhë, çish mundet ai i cili ende është në klasën e parë, që si ka kry këtu elementare tash me ardh me 1 minutë, më ia shpjeguaj profesori tash atina diçka që ka të bëjë me integrale ose me trigonometri ose diçka. Mora vesh si shembull kështu, domethënë në matematik. E tash, domethënë ai s'mund me kuptu. Për këtë arsye veç e bën scroll, thotë s'është për mua. Sepse çdo sen është bo, se më thonë në mënyrë të sipërfaqësore. Domethënë edhe ajo marrja e dijes nëpërmjet këtyne shortave është bo që domethënë është dije sipërfaqësore. E shpërfituar, është mozaik i shpërfituar që nuk e din, domethënë cila është më e rëndësishme. A është diçka që ka të bëjë me akide atje apo diçka që ka të bëjë me moral këtu? Diçka cila është më e rëndësishme, cila është më me vlerë, cila domethënë nëse cenohet atëherë njeriu mundet me dalë edhe diçka tjetër, mundet me dalë edhe mosbesim ose diçka tjetër. Pra njeriu i cili merr pjesë, mundohet, se edhe kjo është e vështirë, se vjen shejtani, thotë pa lebre se unë do të marr pjesë, po e këshyri që përmena në YouTube, inshallah kësaj herë nuk marr pjesë, po do të marr pjesë herave të tjera, edhe herave të tjera ata çet një fal pune, hajtë e këshyri një diçka në televizion ose ta gjon një fal pune. S'mundesh me marr pjesë. Tash na s'po thënë me marr pjesë për çdo ditë ose domethënë edhe njeriu kur është i ngarkuar. Por s'po ku bile një herë njëjtë. Një herë njëjtë njeriu më mundu me marr pjesë në një mezhlis. Sa aty domethënë ka shtim të imanit, po edhe ka edhe çështet e tjera që i përmenda. Vetëm fakti që Allah Azza wa Jall domethënë na përmend tek ai, domethënë që jena dikush ose domethënë të njeh Allah Azza wa Jall. Për dallim me atina i cili domethënë nuk është interesuar me marr pjesë ose diçka, nuk është interesuar me adhuru Allahun Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall ka harru në atë aspektin e ka braktis, se nuk është puna që Allah Azza wa Jall nuk harron mirë, po domethënë është braktisja e Allahut Azza wa Jall. Kur përmendesh ti lart për shkak të çtyne mezhliseve, domethënë kini farvlere. Ka diçka që mundesh kur vjen ai rasti, momenti kur ki vështirësi të mëdha në jetën tonë. Edhe kur i ngrit durt për me botë Allah Azza wa Jall, domethënë ti je i njoftën tek me lajket. Ti je i njoftën te Allah Azza wa Jall. Domethënë janë për sebepeve këtu mezhlise. Për këtë arsye njeriu duhet më kujdes. Mirë këtu mezhlise të dijes. Këtu hilaku dhikr. Në çka ardh janë që kanë thonë dietar halqa, se hilak është shumë si halqa në arabisht. Edhe në shqip përmendet halq. Halq është për arsye se
në kohërat e mëhershme, mezhliset të cilat janë organizuar, janë mbajt, mezhliset e dijes, kuvendet e dijes janë formuar, janë mbajt në formë të rrethit. Jo në formë, domethënë, çka përderdhë, mirë po në formë të rrethit. Kështu, domethënë, janë mbajt në atë kohë, por e ka arsye janë quajtur edhe hallka. Hallka, sepse hallka është rrethore. Dhe mezhliset ose hallkat e përmendjes së Allahut azza xal, njeriu mundet me marr pjesë në ato hallka ose mezhlise ose kuvendet e cilat organizohen në xhami dhe ka një vlerë të posaçme, si tu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ky është problem. A është vetëm për këto që bëhen në xhami apo edhe disa të tjera të cilat zhvillohen ose mbahen në vende të tjera, për shembull dikush prej vëllezërve e thret dikon dhe mban ders në shtëpinë e tij ose në një vend caktuar, ose ndoshta dikush ndoshta mund të ndonjë shkollë ose dikon tjetër më organizon, ose ndonjë tribunë më organizon, ndonjë amfiteatër ose dikon tjetër. A thua vetëm për xhami? Jo. Domethënë ka ardhur hadithet, ka ardhur edhe një hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili tregon se nuk është e posaçme vetëm për xhami. Natyrisht në xhami ka për me tregu rëndësinë, mirë po nuk është e vetëm për xhami. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allaha illa hathathum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa nazalat alayhim as-sakinah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Do thonë nuk ulen disa njerëz për me përmend Allahun azza wa jall, pse i rrethojnë me lajket, i përfshin mëshira, i zbritet shëtësia dhe Allah azza wa jall i përmend në mesin e atyre që janë pranë Allahut azza wa jall, do thonë të mesin e melajkeve, i përmend Allah azza wa jall. Njëjtë sikur sa hadithi tjetër, mirë po këtu nuk ka ardhur përmendja e shtëpive të Allahut azza wa jall, po ka ardhur hadithi më i përgjithshëm. Domethënë që do të thotë se edhe nëse zhvillohet ose mbahet një ders, një tubim ku përmendet Allahu azza wa jall, atëherë edhe këta njerëz e rrethojnë me lajket, zbret qetësia, zbret mëshira e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye në Buhariu në një fjalë të tij thotë përmendja e xhamis këtu është sepse zakonisht mezhliset, ndajat, kuvendet bëhen në xhami, por nuk është kufizuese shpërblimit vetëm për xhami. Nuk është kufizuese që vetëm xhami me pas këtë shpërblim, e nëse nuk mbahet në xhami mos me pas këtë shpërblim. Domethënë këto hallka, këto kuvende të dijes, edhe nëse organizohen në ndonjë vend tjetër, atëherë kanë të njëjtin shpërblim ose domethënë pavarësisht aty që është përmend. Çka ka kuptim hilaqu dhikr ose majalis dhikr? A ka për qëllim në këto mezhlise që kanë ardhur në këtë hadith pejgamberit alayhis salam, hadithet e ngjashme që tregojnë për vlerën e kuvendeve të dijes, a kanë për qëllim vetëm mezhliset, kuvendet ku përmendet ndonjë ajet, ndonjë hadith e pejgamberit alayhis salam? Jo, nuk është e posaçme. Është më i përgjithshëm. Për këtë arsye disa dietarë përmendin thonë, nëse një njeri takohet me disa vëllezër, diskutojnë disa çështje të davetit. Edhe nëse nuk përmend ndonjë ajet kuranor, s'është problem që ajo është përmendje mezhlis i dhikrit. Po edhe nëse në një mezhlis nuk ka ndonjë ders, po organizohet asnjësoj që me u lexu fjalë Allahut azza xal. Edhe kjo quhet mezhlis i dhikrit. Edhe këta ka praktikuar disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, përmend Abu Said al-Khudri, thotë kam marr pjesë në një mezhlis të ansarëve. Dhe ishin shumë të varfër. Atëherë njëri thotë lexonte të tjerët të dëgjonin. Është kjo konsiderohet që mezhlis i dhikrit. Mezhlis i përmendjes së Allahut azza xal. Domethënë mundën me boqit me çto mezhliset e dhikrit secili edhe në shtëpinë vet, po edhe me shokët e tij, edhe nëse nuk ka hoxh. Mirë po, nëse nuk ka hoxh aty do të pas kujdes. Çka domethënë po lexojnë ose çka kanë marr, sepse në disa vende ndoshta nuk ka hoxhallar, ose ka më pak hoxhallar, nuk ka ndoshta edhe dersat e cilat mbahen ashtu në xhami. Tash detyrohen njerëzit me utubu edhe me lexu fjalën e Allahut azza xal. Tash detyrohet dikush me konaj, se me thonë, organizatori. Tash, ndoshta nuk kanë hoxh, po thonë, nuk kanë hoxh në disa vende, elhamdulillah në vendin tonë, hoxhallar ka shumë, dikon tash është pak ma shumë, dikon pak ma pak, mirë po, në përgjithësi, elhamdulillah në vendin tonë, po flas, elhamdulillah që ka hoxhallar shumë. Mirë po, hipotetikisht, nëse në një vend, për shembull, nuk ka derse, nuk ka
ligjërata fetare. Tash detyrohen njerëzit të bëjnë ki e thrasin dikon tjetër. Nuk i vjen dëgjë hoxh, mirë po dëshirojnë me mbajt një fal lidhje mes tyre edhe me bëni mezhlis të dhikrit, mezhlis ku përmendet aty Allah Azza wa Jall, mund me organizu ata ndërmjet vetë. Mirë po do të me pas kujdes. Këto që mundën për shembull me organizu në atë formë që me lëshu televizion e me ndëgju një ders hoxhës. Ose me bërë një libër edhe me lezu ndërmjet veti, ose me diskutu rreth atij libri, më thonë i cili është pak më i lehtë, mirë po njëri është i cili është, si më thonë, organizatori. Ose, më thonë, kurrë në shtëpinë e vet, baba me fëmijët e tij, me bën një farë mezhlisit të tillë, ku i mëson ata fëmijët e tij Kur'an ose diçka tjetër. Hajde po bëjnë një mezhlis në shtëpinë e vet, ose shokët, kolegët, mund me bëni një kësi mezhlisi që edhe ky mezhlis hyn në këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që përmendet. Do të thonë, organizimi i mezhliseve të tilla nuk është i posaçëm vetëm se më thonë me hoxhallar, mirë po ata të cilët e organizojnë për shkak se s'kan me organizojnë me shokët e tyre, duhet me pas kujdes që kur vjen puna me dhon fetva ose me fol diçka për fe, atëra mos më jap vetat kompetenca me hin çështje që nuk i përkasin atij. Se ka herë din shejtani që njën e bëhet sebeb për shembull, e ka të bullazin në një vend të caktuar, në një katon, në kësinë s'ka vend, s'ka hoxhallar, mirë po i ka thirrë disa bullazime, hajde pe lexojnë në një libër të caktuar ose diçka pe ndëgjojnë në ndonjë ders, mirë po dal ngadal, ai sigurisht se më marr atë far primatin e atina hoxhës, edhe dal ngadal, do të thonë më marr atë far si në vallai shehu, në vallai hoxhë, i cili ju mon ders të tjerëve. Dhe i shihin shejtani këtina, dhe pastaj ky në qoftë se pyetet atëherë janis edhe me dhon fetva pa dije. Do të më ditë ky për vetën e vet se kush është. Se çka ka mësuar edhe kush është. Mos më marr atëfar rolin e hoxhës ose të tjetër kujna. Na po flasim domethënë këtu ku nuk ka mundësi, ku është domethënë rëndësia e madhe për me mbajt mirë, po detyrohen njerëzit të ndryshëm u taku mes tyre, po edhe në shtëpitë e tyre prindërit. Është një hadith, po do me përmend hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon domethënë për rëndësinë e këtyre mezhliseve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij, ayyukum yuhib an yaghduwa kull yawmin al-budhan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatin kamawayn zahrawayn fi ghayri ithmin wala qati'ati rahim فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka shku që përmendën ata ashabus sufve, ata të cilët ju ka qenë të varfër dhe kanë banu atje në fund të xhamis, kanë ndajt aty për shkak të varfërisë së tyre ose njerëzit që kanë qenë jashtë Medinës. Dhe një herë ka thonë atyne, kush për juve dëshiron me shku në çdo ditë, në mëngjes, në vendet e quajtur Budhan ose në Aqiq. Këtu janë dy vende, aty afër Medinës, me Aqiq, Wadi al-Aqiq është një lugin ku të bën ujrat, është i njohur atje, dhe Budhan. Pse ka përmendur këto dy vende pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Sepse në këto dy vende kanë thënë dietarët është buaj tregu i deveve, tregu i shitblerës së deveve. Dhe ka thonë kush është për juve që ka dëshirë me shku për çdo mëngjes në Budhan ose në Aqiq, edhe më kthy prej andej me dy deve, të cilat janë me gunga të mëdha. Pse me gunga të larta? Për arsye se këtu kanë qenë malle më shmura e arabe. Thash me për këtë sheh me thon për çdo ditë me shku në këto vende, edhe me ardh pa pas kur gjë hiç, me përfitu dy kere shtrejta. Do të thon dy kere shtrejta për çdo ditë. Ka thonë, ata ju kanë të varfër, ka thonë, kush nuk ka qef, do të thonë me shku edhe për çdo ditë me ardh me këtë pasuni. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas gjithmonë si zakon që mi lidh njerëzit më herët. Mi kallëzu se çka pasuni që dikush për njerëzve mund me nga edhe mi marr shkaqet e sebepet edhe domethënë mundu me përfitu. Diçka tjetër është më e vlefshme te Allahu azza wa jall. Thot për me shku nëse dikush shkon herët në mëngjes në xhami, pastaj mëson ose i lexon dy ajete kuranore, ose mëson këtu dy ajete kuranore, ose i vetë lexon këtu dy ajete kuranore, është më mirë se sa
Ai tjetër I cili u shku edhe ka fituar ato 2 devet me gunga të larta, domethënë malli më I shmuar, si më thon tash, kerre shtrejta. 2 ajete mësimi, 2 ajeteve kuranore, që sot më thon njerëzve, hajde shko në xhami edhe mësoj 2 ajete kuranore, se lexoj 2 ajete kuranore. Atëherë I thot, se ka lajsh 2 ajete kuranore, çfarë po thotë, çfarë është kjo? Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo ka thënë është më e vlefshme te Allahu azza wa jall se sa ato 2 devet. Edhe nëse lexon 3, edhe mëson 3 janë më të vlefshme se sa 3. Edhe 4, edhe më të vlefshme se sa 4. Varësisht prej llojeve të deveve, atëherë edhe prej ajeteve kuranore që I mëson. Domethënë ajete kuranore që I mëson ai 10-15 më të vlefshme se sa 10 deve me gunga të larta, I cili ka qenë mall I shmuar tek arabët. Domethënë kjo është ajo vlera, po shumica e njerëzve nuk e din, ose shumica e njerëzve nuk e kanë parasysh, sepse materializmi është ai I cili ka thellë në zemrat e njerëzve. Dhe dëshirojnë njerëzit, domethënë kur I thuhet hajde me shkojnë për ders, ose hajde këtu shkojnë pakaz mësojnë diçka, ose tu bëhemi, shkojnë te bilet mësojnë te lexojnë Kur'an te dikush, ja, sepse domethënë aja orientimi I njerëzve prekopimi është me madh edhe me pasoni. Në kohrat e mëhershme, në kohën e selefit, organizoheshin këto dersa, këto vendet e dijes, në xhamia apo edhe jo në xhamia. Mirë po, ato përmbanin edhe edepe, edhe edukat në vetveten e tyre. Nuk ka qenë thjesht mezhlise të marrjes së informacioneve. Sot më mira ose më e larta është marrja e informacioneve. Kjo tjetra pjesë është ndoshta është zbej ose është më pak e dukshme. Përderisa në kohrat e mëhershme, domethënë ai I cili ka prezantuar, ka marrë pjesë në mezhlis, ai I cili ka qenë më I vogël në moshë, kur nuk ka fol para tina, I cili ka qenë më I vjetër, gjithmonë e ka respektuar. Për këtë arsye disa personave tani nëse kena vresë dikush po flet për të vëzhgë, atëra ai s'na meno, e kena çu dur për tina. Domethënë pse nuk e ka pozituar edukatin e tij. Domethënë sigurisht se ne në odat e mëhershme të vëzhglit kanë dëgjuar edhe ata të vjetrit, domethënë janë ata të cilët e kanë organizuar atfar tubimin e odës në kohrat e mëhershme, domethënë deri para disa viteve dhe odat janë ato të cilat e kanë ruajtur këtë një farë roli të madh. Edhe aty ka pasur një farë debi, ka pasur një farë morali, ka pasur një farë rregulli se kush më fol, kush mos më fol. Po qëllimi është se te selefi, te ata dietarët e mëhershëm, çka ka qenë, domethënë mësimi I moralit. I kanë edukuar edhe fëmijët ose nxënësat e tyre, I kanë edukuar për me pas sinqeritet. Për këtë arsye, njëherë në kohën e Hasan Basriut, ka qenë ai domethënë ka pas një ders, se hallka tina ka qenë e madhe. Domethënë në atë xhamin e Basrës ka pas shumë hallka, shumë mezhlise, sikur se sot, me shkuën në xhamit pejgamberit alayhis salam, xhamia është e madhe dhe ka shumë dersa aty brenda xhamis pejgamberit alayhis salam. Edhe në xhamin e Basrës ka pas shumë dersa. Po ai dersi më I madh me numër më shumë të pjesëmarrësve ka qenë ai dersi I Hasan Basriut. Dhe njëherë ka përmend Hasan Basriu, do të ka përmend diçka prej ditës së Kiametit dhe njëri prej tyre, domethënë ka xhemu, sikur se më ka thënë, domethënë që është ndiku. Ka thonë nëse këta ke bu për hir të Allahut azza wa jall, nëse këtë xhamim ose këta, atëherë e shfaqe vetveten. U bën I famshëm. U shfaqe qëllimisht, e shfaqe para të tjerëve, po më duk kishë që je të e bë këta për hir të Allahut azza wa jall, edhe më duk se je, domethënë që për shfaqe atfar për ulsin tonë. A nëse është për hir të Allahut azza wa jall, je I shkatrum. Ndërsa njëherë Hasan Basriu njëherë pa dëgjuar një prej njerëzve duke kajt në mezhlisin e tij. Ka thënë në shejtane yubkil ana hadha. Shejtani është tash duke e nxit me kajt çet person. Që dëmë të thotë I kanë nxit njerëzit që me kon jo me kon të famshëm, jo me synu famën. Sikur se sot që synojnë njerëzit e ndryshëm famën, pe shkafet, pe kurxhofit do më bëj famshëm. Sikur se njëherë e kishin pas vet një prej fëmijëve. Çka do më thonë? Çka do më bën të ardhmen? Thotë do më koni famshëm. E çka I famshëm? Apo do më kon famshëm mjekësi, apo do në shkencë, apo do në teknologji? Ka thonë se di, me rancim famshëm me kon. Domethënë sot është tërbia njerëzve dhe të rive është me kon sa më famshëm, me dalë edhe me fol, me bëj famshëm para të tjerëve, edhe me gjëra të ndyta dhe të pesta.
Më thonë, ndërkohë në kohën e dietarëve i kanë edukuar njerëzit që mos me synu famën, pa më konë sinqert me Allahun Azza wa Jalla. Përmenda, masanej mezhlisi që është organizuar në kohën e selefit e ka pas edhe atë farë amanetin e vetë, është rujt sekreti i mezhlisit, sidomos mezhlise pak më të mbyllta, apo edhe në mezhlise pak më të hapta. Tregohet një rast në kohën e Hasan Basriut. Në kohën e Hasan Basriut, përmendëm, në hallkan e tij ka qenë një, domethënë hallka e tij na kon hallka më e madhe. Kuvendi i tij ka qenë kuvendi më i madh në atë farë mesxhidin në xhaminë e Basrës. Edhe një herë, duke mbajtur atë ders, ka qenë duke mbajtur një ders, ka hi Hajjaji. Hajjaji, njeri i cili dihet në histori kush ka qenë Hajjaj ibn Yusuf at-Thaqafi. Njeriu i cili ka vrarë njerëz të shumt. Me thonë, shpeshherë pa drejtësisht i ka vrarë njerëzit. Vetëm se i kanë thonë që ky po flet keq për ty ose diçka, hajde edhe e ka vrarë. Megjithëse ka qenë një prej atyre thuhet për lexuesve më të mëdhenj të Kuranit dhe ka qenë elokuent shumë. Mirë po, domethënë vetëm emri i Hajjajit, më përmend dikujna njerëzit që janë dridh prej Hajjajit. Thot, ka ardhur Hajjaji me disa njerëz aty edhe ka dashur me hi te aty ka hinë në xhami. Dhe kur ka hi, i ka vështruar ato hallkat, ka vrejtë se një hallka që aty ka pak më e madhe, ka ditë ai që është hallka e Hasan Basriut. Kur ka shkuar te ajo hallka e Hasan Basriut, thot njëri Said ibn Abi Marwan, thotë ne kur e pash thot ja lëshova vënin, isha i ulur afër Hasan Basriut, ja dhe lëshova vënin edhe ul mes nesh. Dhe thash do ta sprovoj tash Hasan Basriun. A ka me përmend diçka tjetër që më ofru këtij në Hajjajit, që domethënë mi bulajka apo s'ka me përmend? A ka me shkurtu dersën apo jo? Thot erdhi, ul aty, i tha vazhdoj aty. Vazhdoi Hasan Basriut ku aty ku ka qenë. Edhe Hasan Basriu tha vazhdoi. Çish ka qenë më përpara? As nuk ndryshoi diçka, as nuk paksoi diçka, po e vazhdoi atë fat dersën e tij e mbajti ashtu siç e ka pas më herët. Dhe pastaj, domethënë e goditi Hasan Basriun edhe tha, të vërtetën e ka thënë ky dhe ju porosis që vazhdimisht të prezantoni në një pjesë në mezhliset e këtij lloji të dietarëve, e këtina dietarit edhe lloje të ndryshme të dietarëve të cilat organizohen në këtë xhami. Sepse po të mos ishin përgjegjësi të ndryshme që ne kemi përmarrë përsipër rreth njerëzve, domethënë se ai ka pas, si më thonë, ka qenë një kohë një me një përgjegjësi shumë të madhe, atëra kishin me pasë kush kishte me qenë ai i cili më përpara ka më shku në për këto mezhlise, sepse dimi vlerën e mezhlisit. Pastaj i thanë atilla të flet diçka, foli saqë edhe Hasan Basriu u çudit. Çaq elokuencë të madhe ka pas Hajjaji. Pasi që përfundoi u ngret. Shkoi me ata rojet e tij. Thot erdhi një plak aty në mezhlis. Edhe anisi me ku Hasan Basriut. Wallahi ka thënë për na qenë luftë, unë kam thënë shumë fëmijë, kam 7 vajza, edhe po më ngarkojnë mua me pagu këto. Thotë edhe po na çojnë, po edhe po na ngarkojnë ata që s'mundin me bajt. Atëherë Hasan Basriu tha një fjalë të rëndë për Hajjajin. Një fjalë të rëndë për Hajjajin. I tha Allah i vraftë ata, domethënë njerëzit i kanë bërë sikur se sklavër, i kanë bërë sikur se arab, a vetë pe marrin pasonin, e kështu me radhë foli fjalë kaq të rënda për Hajjajin. Njëri që ka aty tha, e shpionai. I kallzoi, shkoi te Hajjaji e përcolli aty se Hasan Basriu ka fol keq për ty. Atëherë erdhën dy persona erdhën thanë, po thirr Hajjaji Hasan Basri. Atëherë na të gjithë u shtangëm se kena ditë kanë dhe thret Hajjaji nuk ka punë mirë. Po mas një kohë thotë erdhi duke qesh. Erdhi duke qesh, ta më mbrojtë Allah Azza wa Jall. Mirë po njerëz, a mendoni tha që tradhia vetëm në dinare dhe dirhema? Tradhia është edhe në mezhlise. Në qoftë se ne jemi në mezhlis thotë ku e ndihmë të sigurt për një personi, derisa ai e shfrytëzon edhe spionon për neve, atëherë ka tradhuar amanetin, ka tradhuar neve. Që dëmë të thotë se mezhliset e asaj kohë edhe në atë kohë ka pas spiona, ka pas njerëzit të cilët ju përçonin lajme aty në pushtetarëve, sidomos në kohën e disa halifeve ku domethënë janë përsekutuar ndoshta dietarët ose njerëzit të ndryshëm që s'kan guxu
dhe ka qenë rrezik me uqu atyne. Për këtë arsye, domethënë mezhlisi si mezhlis, domethënë ka emanetin e vet, rujtja e sekreteve të tyne. E parë në radhë të parë tham mezhliset e asaj kohe, tash me tregu për ato rregullat e mezhlisit, se çysh janë, çysh organizohen, janë të shumta, mirë po na vetëm përmendëm se domethënë atë rëndësinë e marrjes pjesë nëpër mezhliset e dijes. Qoftë ato që organizohen në xhami, që është më e mira, apo edhe jashtë xhamis, për arsye se ka një vlerë posaçme, do të bëhet sebeb që ai mezhlis se shumë prej gjërave që njeriu ka pas informata, ka pas kesh kuptime, me një marrje pjesë në një mezhlis i qartësohen. Përmendën dietarë, domethënë ka herë një ajet kuranor, neve na ndodh se Hoxha Allah, domethënë një ajet kuranor e ke lexuar me 10 herë. Po dikush ta përmend një çështje saktuar dhe pastaj subhanallahu kupton ajetin pak më ndryshe dhe bëhet sebab që ajet më ta ndryshojë jetën tonë. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.